Tre interesat në vendin e punës. Nëse ti je punëdhënës dhe ke një punëtor, duhet të dish që secili punëtor në vendin e punës ku punon, të cilin ti e paguan, i ka tre interesa. Interesi i parë është interesi financiar, pra një punëtor punon për pagë. Interesi i dytë që e ka është ambienti i punës, pra është lokacioni, tavolina, kompjuteri, në përgjithësi kushtet e punës në të cilat punon. Dhe interesi i tretë është interesi personal. Kjo është me rëndësi. Çfarë kuptojmë me interesin personal? Interesi personal është sa apo ku është ngritja në karrierë për atë punëtor, edhe sa është puna në interesin e tij. Pra, jo se punëdhënës duhet të keni parasysh këto tre opsione. Pra, interesi i parë, cili ishte? Interesi i parë ishte paga, interesi i dytë ishin kushtet e punës dhe interesi i tretë është rritja në karrierë. Më përcjellni apo bëni pyetje për tema tjera të cilat ju interesojnë.